me fitu Mitrovicën, sepse e vetmja gënjeshtër që akoma pinuj të elektorati i Kosovës është se është ja Mitrovicë. Vetë fakti se deputeti Albin Kurti, që vetit po i thot edhe ka uzurpu pozitën e kryeministrit, edhe asetet e qeverisë Kosovës, vetë fakti se ai me përcjellje, me gjithë arsenalin e tij shtetëror, qeveritar, që nuk i takon, ka marrë pjesë rregullisht çdo ditë, pothuajse çdo natë në Mitrovicë. Kjo është mjaft indikative se aty ka pas një tendencë të manipulimit elektoral. Dhe nuk e di pse ndodhi bashkë në Mitrovicë me dal ato flet votimet dëshimta, dhe nuk e di pse është dashur Sfecla me i dërgu atje njësinë speciale, me i dërgu atje inspektoratin policor të Kosovës, me caktu prokuror që ka mbi emrin e kundër kandidatit Arjan Tahirit, Peci. Domethënë, këto janë gjëra që neve, që jemi në skenën politike të Kosovës tash 3-4 dekada, na shtin me dyshu. Domethënë se diçka në rregull nuk ka qenë Mitrovica. Unë mendoj se diçka nuk është në rregull. Pa marrë parasysh, Mitrovica do të metet domethënë një lëzez e zgjedhjeve të fundit lokale. Domethënë ka indikacione, edhe ajo kompania që i ka shtyp Cetis atje Slovenisë, ka lidhje. Qysh po thonë, se unë nuk merrna me këto gjana, nuk jam hetus, domethënë me ambasadorin e dyshimt, që është Martin Berisha në Zagreb, domethënë ka lidhje me atë kompani, tash domethënë gjitha shenjat janë të këqija, edhe pse tash këta kontrollojnë edhe KQZ-n e kontrollojnë, edhe prokurorinë e kontrollojnë, edhe policinë, ministri mbrëmshëm i vetëquajtur, tash ai nuk është më ministër kur ka dhënë betimin për deputet, domethënë mund ta heshtin edhe ta anashkalojnë këtë çështje edhe të vazhdojnë rinumërimi, sepse për Albin Kurtin Mitrovica është to be or not to be. Domethënë është me qenë ose mos me qenë në skenën politike të Kosovës, dhe ai nuk ka zgjedh mjete, nuk ka zgjedh as financa, domethënë nuk ka kursy as kohë, as asetet qeveritare për me mujtë me fitu Mitrovicën, sepse e vetmja gënjeshtër që akoma pinuj të elektorati i Kosovës është se është ja Mitrovicë. Fakt, Mitrovicën e kanë fitu për gjysmë, domethënë sepse gjysmën e ka fitu lista serbe, pjesën veriore, ndërsa pjesën jugore bashkë me listën serbe ka fitue, domethënë Albin Kurti, Lëvizja dhe Vendosja. Domethënë Mitrovica nuk është ende e bashkuar, domethënë edhe kjo është e vërtetë.